Ministria e Brendshme prej mbrëm nuk ka shef të drejtorisë së PES, pasi që është shkarkuar shefi i deritanishëm Goran Grujovski, i cili është i dyshuar nga Prokuroria Publike Speciale për rastin Fortesa, lidhur me asgjësimin e pajisjeve të përgjimeve në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ministri i Brendshëm Mitko Çavkov tha se Grujovski që mbrëm është shkarkuar nga detyra. Që nga mbrëm nuk është në krye të drejtorisë së PES, ai është në punë. Për momentin është në pushim mjekësor, dje u lajmërua në punë, sot nuk kemi informata, është në punë, dje e ndërprej pushimit dhe shfrytzuam rastin ta shkarkojmë nga kjo detyrë. Grujovski nga kjo detyrë ishte suspenduar nga ish-ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Me publikimin e rastit Fortesa nga Prokuroria Publike Speciale, ndaj tij u shpall mas paraburgimi. Më pas paraburgim shtëpiak dhe se ai ishte njëri nga personat që u la i lirë pas vendimit për falje nga presidenti Ivanov. Qëllimi i preskonferencës së Ministrisë së Punëve të Brendshme ishte aksioni Hiena, me çrast janë arrestuar 14 persona gjatë bastisjeve në 24 lokacione në Velez, Xhevxheli, Negotin dhe Shkup. Ky grup dyshohet për vepra të ndryshme penale si grabitje, prodhimtari të paautorizuar dhe vënje në qarkullim të lëndëve narkotike si dhe veprimtari të tjera kriminale. Organizatorët e grupit kriminal janë 3 grupe nga Velesi, prej të cilëve është njëri i punësuar në sektorin e punëve të brendshme në Velez. Ky grup ka vepruar që nga fillimi i vitit 2015 në nivel nacional dhe ndërkombëtar. Ministri i Brendshëm Çavkov foli edhe për akuzat dhe publikimin e disa fotove nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në Manastir, ku një punonjës e policia nga manastiri shihet në fotografi duke shtënë me armë automatike në dasmën e saj. Çavkov theksoi se arma me të cilën u pa në dorë sekretaresha nuk është armë zyrtare, por ai tha se rasti po hetohet.